Të raporti progresit, nëse marrim dhe shikojmë raportin, sidomos të baza ligjore, realisht përmend disa gjetje që janë progresive. Nëse marrim me që diskutim është raporti progresit, nëse marrim dhe shikojmë raportin, sidomos të baza ligjore, realisht përmend disa gjetje që janë progresive. Në kuptimin, për shembull, thotë Kodi Penal kriminalizon në mënyrë të përshtatshme veprat penale që lidhen me korrupsionin. Pastaj, korniza ligjore për luftën kundër korrupsion ekziston dhe është e përshtatshme në lidhje me masat parandaluese dhe e kënaqshme në lidhje me dispozitat e zbatimit të legjislacionit. Nëse janë këto gjendje. Vetëm pak tash, do të thotë këtu janë disa, kjo vetëm te raporti progresit. Tash unë mund të flas edhe për veprimet e tjera sepse ne prioritet edhe si Ministria e Drejtësisë kemi pasur, domethënë luftimin e korrupsionit, llogaritjen e institucioneve. Edhe nëse marrim dhe shohim disa nga veprimet antikorrupsion ose që kanë kontribuar luftimit të korrupsionit janë miratimi i paketës ligjore antikorrupsion, përfshirë ligjin për APK-n dhe atë për deklarimin e pasunisë, do të thotë. Po flas për këtë 4 vjeçar. Pastaj kemi edhe zbatimin e strategjisë për sundimin e ligjit. Nëse marrim nga raporti i fundit po flas, nëse marrim edhe shikojmë masat ose aktivitetet që janë zbatuar dhe që janë në zbatim sipër dalin 81%. Është ndërhera të parë, domethënë, që kemi një strategji që implementohet në mënyrë kaq të kënaqshme. Nga të gjitha institucionet. Vetëm pak. Ta bëj pyetje. A e den deri sot pse se kemi që vetëm pak. Miratimi, unë përbes, do të thotë kanë qenë ka pas diskutime në grup. Kemi strategjinë, kemi ligje, kemi strategjinë për sundimin e ligjit që përfshin masa fantastike parandaluese dhe të luftimit korrupsionit. Edhe që zbatimi që është përmenda në bazë të raportit të fundit, zbatimi do të thotë është ajo që është zbatuar plotësisht, edhe që është në zbatim e sipër është 81%, që është edhe këto kemi vetëm pak. Unë po flas detyrë e çdo ministri, resortit ministror me bë raportin e zbatimit të ligjit për këtë. Jo, kjo ka qenë me gjitha institucionet. Ka qenë me gjitha institucionet. Jo, ka qenë me, do të thotë, ka qenë jo vetëm Ministria e Drejtësisë. Janë ligjë zbatuese është Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokural. Pastaj e kemi ligjë zbatuese Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ka shumë institucione dhe agjenci që zbatojnë. Dhe kanë masa që janë direkt përgjegjëse vetë, edhe që janë mbështetëse në këto masa, do të thotë. Dhe unë po flas me gjetje konkrete. Pastaj e kemi dispozitat e procedurës penale edhe penale, që përmend edhe vetë raporti progresit, do të thotë, që janë madje këto të, për shembull, kemi miratu, domethënë ndryshimet të kodit procedurës që mundsojnë largimin e drejtorit publik me akt akuza. Pastaj, kjo që përmendet, pastaj kemi ndryshime penale që mundsojnë ndalimin e ushtrimi të funksione publike për zyrtarët abuzues. Pastaj te sinjalizimi, do të thotë është një gamë e tërë me ose një kodeks, më mirë me thënë, që përveç se është miratu edhe tentohet, domethënë, në mënyrë më të mirë me u zbatu me masa konkrete. Dhe ne po bëjmë atë. Nëse keni bazat, a keni ndonjë statistik sa persona zyrtarë të cilët janë me akt akuza kanë dalë pi punës? Nëse ekziston janë Unë po flas me statistika, tash ju e dini që ndryshimet e kodit penal kanë hyrë fuqi tash që 1-2 vjet. Më intereson me ditë apo zbatohet kjo bazë të cilën e keni. Unë po flas me gjetjet që mbas pari për strategjinë për sundimin e ligjit, po tregojnë statistikat për gjitha institucioneve që kanë dalë publikimi, do të thotë, po thonë që 81% janë zbatuar aktivitetet plotësisht dhe janë në zbatim e sipër, do të thotë. Pastaj, këto i përkasin tash prokurorisë edhe gjykatës në kuptimin e zbatimit të legjislacionit